Shqipëria po synon të shtrijë përdorimin e inteligjencës artificiale edhe në proceset zgjedhore. Pas projektit pilot në Bashkinë e Pelenës, Kryekomisioni i ri Lirian Celibashi deklaroi se teknologjia e re ka dhënë rezultate pozitive dhe se mund të përdoret gjithësisht në zgjedhjet e ardhshme për të numëruar votat. Vlerësojmë që në të ardhmen arritja e saktësisë 100% në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit nëpërmjet përdorimit të inteligjencës artificiale do të varet nga ndërtimi i disa protokolleve teknike, të cilat do duhet të respektohen nga komisionerët dhe numëruesit gjatë kryerjes së procedurave të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Më së pari, është e qartë që do duhet të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor, në mënyrë që rezultatet e prodhuara nëpërmjet përdorimit të kësaj teknologjie të konsiderohen ligjërisht zyrtare. Ndërkohë, pas zgjedhjeve të pjesshme të 9 nëntorit, ku votuan 5 bashki të vendit, Vlorë, Berat, Tepelen, Cerrik dhe Mat, Celibashi theksoi se pjesëmarrja e ulët në 20% nuk cënon legitimitetin e kryebashkiakëve të rinj të gjithë nga radhët e Partisë Socialiste. Ata që janë zgjedhur, kryetarët të këtyre 5 bashkive kanë legitimitet të plot në kuptim të ligjit. Janë zgjedhur nëpërmjet një procesi zgjedhor të ligjshëm. Dhe rezultati është legjitim. Në një kohë kur qeveria po promovon përdorimin e inteligjencës artificiale edhe në administratë përmes platformës Diella, ideja për automatizimin e numërimit të votave shihet si hap i radhës në modernizimin e institucioneve publike.